shumë. Të jap një figuracion, ta kuptosh se merret tani në mendje. Po. E shef këtë, ta them se kjo është gozhda. Po. Ky është portreti. Pra kjo është gozhda, ky është portreti. Tani mendoj pak një kornizë realitetin politik shqiptar. Dhe në këtë kornizë kemi PS, PD, LSI apo PL. Dhe në këtë kornizë kemi atë që quhet nga disa regjimi trepalësh, nga disa trekëndshi i Bermudës, nga disa konsiderohet tranzicioni dhe fytyrat e tranzicionit dhe realiteti i tranzicionit shqiptar. Apo jo? Po. Tani, ne kemi thënë gjithmonë që këta janë bashkë dhe këta mbajnë njëri tjetrin. Po nuk ka nevojë të jenë në dashuri me njëri tjetrin, sepse ndonjëherë edhe duke qenë urrëtin me njëri tjetrin, ata mund të bashkëveprojnë për shkak të nevojës që kanë për njëri tjetrin. Pra, janë si enë komunikuese që kanë nevojë për njëri tjetrin. Dakor? Tani ti po thua pse zgjodhet Rama. Po Rama deri tani ka qenë gozhda që ka mbajtur Ramën dhe Berishën. Metën dhe Berishën apo jo. Në rregull. Dhe Rama do jetë prapë. Po, në çmë mënyrë mund dalë Rama nga politika. Bëj pak durim. Po. Ra korniza ngri vetëm gozhda. Për çfarë hyn punë gozhda? Pra, po mirë, dakord me këtë. Gozhda e Nastradinit, Rama po mbetet si gozhda e Nastradinit, pra. Po i ra korniza, nuk ka vlerë. Rama do mbetet si gozhda e Nastradinit, pra do mbetet gjëja e shëmtuar në murin e tranzicionit shqiptar. Po si do ta largosh Ramën? Duro pra, sepse gozhda është shumë e lehtë pa kornizën, se është e panevojshme. Gozhdat mbahen për një kornizë të caktuar, ka një funksion të caktuar, përndryshe mbeten shëmti në çdo. Jam dakord. Apo jo? Del jashtë funksioni. Në çdo pamje. Në rregull pra. Tani ku jemi këtu? Ne kemi një moment politik që është edhe juridik shumë interesant në Shqipëri, ku korniza po çmontohet gradualisht. Le të them pse zgjodhet gozhda, por korniza, quaj sa duash, se aty, problemi është që aty mund ta quajmë tre këndshi, po unë e quaj korniza sepse unë aty shoh shumë faktorë dhe aktorë që bashkëveprojnë. Se unë përveç aktorëve politik, unë shoh edhe aktorët oligarkik dhe aktorët kriminal dhe aktorët mediatik. Unë shoh më shumë, e shoh më gjerë pikturën. Dakor. Dhe them që këtu korniza po prishet, po çmontohet, po shturret. Jam dakord me këtë. Dhe gozhda gradualisht po lihet vetëm. Shiko, mos e mendo të lehtë atë që po i ndodh dhe Ramës. Se në qoftë se në përgjime del që grupet kriminale kanë ndikuar, pra kanë ndërhyrë, që Çyrbi aty i tretin listën e Durrësit, ku ka ndërhyrë ai tek administratori i pallatit? Kush e ka vendosur tretin listë? Ku është bërë ndërhyrja? Tek kush është autoriteti që të vendosë në listë? Drejtuesi politik dhe drejtuesi politik i qarkut Durrës. Drejtuesi politik i qarkut Durrës, i cili kujt ja çon listën? Jo, i cili në atë kohë në fakt në listë ka qenë vetë Rama apo? Pra? Si bie? Pra? Ku shkon shgjeta? Po çfarë prodhon kjo? Po dakord jam unë. Një sekond pra, sepse kjo do të thotë që sa më shumë shturret korniza, aq më e dukshme bëhet gozhda. Këtë mos e harro. Sa më shumë shturret korniza dhe duro dhe pak, pra procesi është kaq shmontues dhe unë e shoh me shumë optimizëm dhe ne do të jemi të gjithë optimistë për këtë gjë. Shiko, unë në studion tuaj kam thënë vazhdimisht që kam një pak kënaqësi, pavarësisht se unë jam militant dhe mbështetës i reformës në drejtësi. Po, i pa rezervë, kam thënë që unë kam një lloj pak kënaqësie dhe një lloj zemrate, sepse shoh që flitet për një kafshim luani, por kafshimet e tani kanë qenë milingone, por kafshimi i dieshëm ka qenë të paktën pantere. Kafshimi i dieshëm. Po, ka qenë kafshim pantere dhe po i afrohet shumë asaj që është zona e rrepsisë. Interesant. Kafshimi i dieshëm do ndryshoj radikalisht, pra prej sot e në vijim, unë parashikoj që ne do të kemi veprimet më të forta dhe më radikale nga opozita dhe nga qeveria. Por nga ana tjetër, sa më radikale të bëhet opozita, aq më kthjellët do duket veprimtaria e gozhdës. Ti je i sigurt për këtë gjë sepse është një proces i pashmangshëm tashmë. Kur tre njerëz kanë kuptuar që fuqia e tyre është e vetmja mënyrë që ata të kombinojnë me njëri tjetrin ndërshkëmbimet dhe ndërkalljet që të mbajnë dominancën dhe të shuajnë çdo zë tjetër alternativ. Por ai njëri nga komponentët bien edhe dy tjerët. Po jo, po është logjike sepse ideja është që ata e dinë çfarë kanë bërë. Ata ja dinë njëri tjetrin çfarë kanë bërë. Sepse për ty ishte kafshim pantere, sepse realisht
ne kemi qenë shpesh bashkë në studio, domethënë, dhe ke qenë skeptik për sa i përket SPAK-ut dhe duhet ta them pavarësisht se i Kam ke qenë dhënë paknaq, jo skeptik. I ke dhënë mbështetje absolute. Po. Por për veprimin, pse ky veprim, se Ka kjo është e ndryshuar rëndësishme. pra, sepse u prish marrëveshja e fuqisë pra. Marrëveshja e fuqisë është Po kjo. pse nuk u këta prish njerëz- kur u arrestua Berisha, le të themi, po u prish Po nuk u tani arrestua Medir Berisha. Meta. Nuk u arrestua Berisha. Po në arrest është. Jo, Berishës ju dha një koncesion, sepse mos harro që procesi i ndalimit Sali Berishës pati një logjik negociatash afatgjatë. Dhe mbas arrestimit të tij me dënim në shtëpi, pra në balkon, kemi edhe 20 shkurtin e famshëm, ku u bë dhe marrëveshja e paktit stabilitetit Berisha Rama, ku në 30 korrik u përmbyll dhe reforma zgjedhore, që Berisha shiti rezultatin e 2025-s, pra garantoi inercinë e Edi Ramës. Dhe loja që ka Edi Rama me Sali Berishën sot është shumë e thjeshtë. Po duash unë ta them mendimin tim çfarë po ndodh. Po duash unë ta them haptazi. Jo, unë po ta kërkoj që ta thuash se dua. Unë mendoj që Sali Berisha me Edi Ramën kanë dakordsuar dhe e kam thënë dhe jam i gatshëm ta them prapë. Relacionin. Jo. Kanë garantuar që Edi Rama duhet të jetë tashmë me shumicë dërmuese të frikshme përtej asaj cilësores. Po. Jo vetëm për reforma, pra mbi 84 vota, por mundësisht dhe për ndërhyrje në kushtetut. Pra Edi Rama është gozhda e fundit dhe burimi i fundit i fuqisë që ka dhe Sali Berisha dhe Ilir Meta. Por kjo ka patur një kusht, që do t'i mbronte të tre. Ka patur një kusht. Reagimi i Ilir Metës ndaj policisë në atë mënyrë aq agresive tregon që ai nuk e ka pritur realisht arrestimin. Pra duket që ka ndodhur diçka që e ka prishur pazarin. Dhe unë pres që tashmë Rama do duhet bëj llogaritë, sepse ajo që është oferta e Berishës që Rama të fitoj me mbi 87 mandate, dhe Berisha t'jeti gatshëm të marri shumicën e mandateve të opozitës, por paktën t'jetë 30. Po të them një gjë nga sondazhet brendshme, dhe po ta them shumë copë dhe shumë qartë, dhe ata e dinë shumë mirë që unë e di. Partia Demokratike sot bashkë me LSI-n, nëse hyjnë në zgjedhje marrin 20-26 mandata dhe jo më shumë. Pra Partia Demokratike, Sali Berisha dhe Ilir Metës nuk marrin më shumë se 20-26 mandate. Dhe gjithë kjo dorë e fortë, gjithë kjo centrifugë e fortë që u para përgatit me protestën e 7 tetorit, ka patur synim që ata të maksimalizojnë, sepse strategjia e dhunës gjithmonë funksionon se krijon ushtri. Dhe palët e tjera dalin tradhtare, o me ne o kundër nesh. Kjo është logjika. Po. Dhe ata donin ta maksimalizonin sepse mbeten, edhe në qoftë se Rama merr 94-95 mandate, edhe Berisha merr 30 mandate, prap mbeten 20 mandate bosh. Kështu që ata donin me çdo kusht shqetësimi tyre, prap të ndaheshin mes tyre. Por që Rama është, nëse Rama arrin 94 mandate, apo 87 mandate e sipër, është mbi ngopi, është tepri. Duket se kur shkojmë tek Partia e Punës së Shqipërisë, dhe ata e dinë shumë që kjo gjë është e pamundur që të bëhet efektivisht. Kthehemi te Meta, do pse ndërhyn SPAK tani te gjithë. Eksakt, po kjo është logjika, se kjo është shpjegimi që po të bëj, sepse është matematik. Pra dikush po ndërhyn dhe po u thot nuk do e bëni dot të pazar. Dhe unë jam i bindur që në 2025 ne do kemi edhe një realitet krejt tjetër. Dhe po të them që shumë nga aktorët politikë që shohim sot aktiv dhe që mendojnë se pazari është mbyllur, nuk do jenë fare as në zgjedhjen 2025. Nëse më lejon të shtoj diçka, domethënë. Që unë jam krejt dakord me atë që thot Lavdrimi, që nuk ka, bandje unë e kam thënë këtu dhe kam thënë disa herë që nuk ka shoqëri më të mirë se shoqëri që presin që zgjidhjet vinë nga çekiçi i drejtësisë. Por nga ana tjetër, unë nuk po them që drejtësia duhet të sjellë demokracinë, por nga ana tjetër unë mendoj që është shumë e rëndësishme që politika mos të kontrollojë drejtësinë, dhe politika mos tjetë ajo e cila drejton apo negocion me drejtësinë. Po, në rastin konkret, sepse kjo e vret përfundimisht çdo shpresë të demokracisë. Pra, unë nuk po them që do na sjellë drejtësia demokracinë, por po them që drejtësia do po bëri punën e vet, do mësoj të gjithë elementet e tjerë të shoqërisë, pra gjithë komponentet e tjerë të shoqërisë, se secili po të bëj punën e vet, gjërat ndryshojnë. Tani edhe një gjë tjetër për partitë e reja dhe të vogla. Unë nuk e di a hyj unë te këto partitë e reja dhe të vogla apo LRE-ja, sepse fakti është ky që të gjithë ata flasin për njëri tjetrin. Të gjithë ata dhe kur përmendin dhe kur ftohen në studio televizive, përmendin njëri tjetrin. Pra unë jam the ghost, unë jam fantazma. Ata dhe kur flasin për bashkim, flasin
Dashej, Ngeli Dalibeja, Lulzim Basha, Adriati Klapa, Endri Shabani, Arlind Qori, pra ata përmendin edhe ata vet kanë një autocensur që nuk kanë një hapje të sinqert për të thënë, ore, Bujrum gjithë partitë. bujrum gjithë, po jo, po patjetër sepse ti, nëse ti nuk e çon ftesën me emër, ti nuk ke respekt, si preti të të vi tjetri kur ti s'ke respekt. E qartë. Apo si preti të të konsideroj tjetri kur ti s'ke respekt, ti si përmend emrin, për shembull. Të po thot lavdërimi pra që Po, ka një sekondë, dua t'ja them pra, dua t'ja them të gjithë shumë sinqerisht. Unë jam i vetmi njeri për shembull, dhe LRE-ja është e vetmja parti që është totalisht e mohuar dhe ka një autocensur nga të gjithë komponentët mediatik. Pra, nga Basha, tek Alibejaj, nga Lapaj, tek Shabani, nga Qorri, tek Shejaj, unë nuk kam dëgjuar asnjërin prej tyre ta përmendë ndonjë emrin e Arjan Galdini e Televizjes Re. Pra ka një autocensur perfekte. Nëse mediat thonë që Arjan Galdini dhe Televizja Re s'ekzistojnë, çuditërisht edhe këta kur pyeten përmendin vetëm emrat e njëri tjetrit, pra e kanë brenda tavës tyre. Por rrjedhoj, kam një teori dhe një tezë që po ta hedh si mënyrë të menduari. Për çfarë bashkimi po flasim kur ne dim shumë mirë që ata kanë qenë bashkë? Pra do shikosh rrënjën, çfarë i ndau? Për shembull, nëse Lulzim Basha ishte kryetari i partisë me Vul, edhe Ngeli Dalibeja ruajti Vulën Lulzim Bashës. Në momentin që Vulën e mori Sali Berisha, pse u ndan? Shkuptim ka të flasim për bashkim kur ata ishin bashkë dhe u ndan. Nëse Adriati Klapa dhe Endri Shabani ishin bashkë tek Nis Mathurje. Dhe në momentin që ra Bilbili sepse nuk dilte llogaria u ndan. Çfarë kuptimi ka të flasim për bashkim? Pra kujt ja ke thënë privatisht? Pra çfarë kanë thënë privatisht? Sepse unë jam kurioz. Ata bashkë ishin tek Nis Mathurje. Po flesim për një front. Po një sekondë, po jo, po s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi pra sepse ky është thelbi, pra unë mendoj. Nuk është po unë mendoj që operacioni kirurgjikal synon që po bën spaku. Jo, Tu jemi. që po bën regjimi. Unë kam ndryshe teorinë. Po, që po bën regjimi, okay. Me këto kinse parideria, se për më këto janë surrogato. Që regjimi sepse fakti që ato kanë mediatizim. Ore më fal tani. Ti mendon vërtet se do ta bëj këtë pyetje të sfidë drejt për drejt? Ti mendon vërtet se Irfani Sembelliu do të rrëzoj regjimin me Adriati Klapën dhe me Endri Shabanin dhe hap studio thotë bujrum rrëzoni regjimin? Ti mendon se Blendi Fevziu që i bën reklam çdo ditë mëngjes, drek, dark oligarkëve do të rrëzoj me Adriati Klapën dhe me Endri Shabanin oligarkët dhe regjimin? Ti mendon se Grida Duma dhe Top Channel do të rrëzoj regjimin me Endri Shabanin dhe me Adriati Klapën natë për natë? Vërtet e beson këtë gjë? Jo, nuk mendoj që mediat mund të rrëzojnë regjime, se nuk ka raste dhe ngjashme. Mediat japin fytyrë dhe zë për ata që mundet të kenë efekt real, bashkues apo ndalues të shoqërisë.